si emisar i presidentës Vjosa Osmani ka shkuar në të vërtet në këtë cilësi deri në Kenya për të siguruar njohjen? Jo. Do me thonë, raportet tona, angazhimi jonë në Kenya, daton që nga koha e presidentës Jarjave, nëse i referohen me kështu, por tradita e vendeve të konsoliduara, demokratike, dhe që kanë një kulturë protokollore, i referohen si emisar i shtetit praktikisht. Sepse njerëzve të zakonshëm nuk ju dorëzohet njohja. Vetëm këtë drejtim i referuar në jetë. E qartë, do të thotë është krye këput angazhimi i Zotrit Pacolli ky zhvillim i ri që ndodhi sot? Po, pa modestia them që absolutisht po, dhe ju mund ta shihni edhe në deklarimet e kryeministrit dhe të presidentës. Ndërkohë, si kanë qenë komunikimet tuaja me institucionet zyrtare të Republikës? A keni pas komunikim se është një njohje afër deri te momenti kur ndodhi me të vërtetë? Jo, nuk kemi pas, me sen se, shiko, angazhimi diplomatik në sigurimin e njohjeve të reja për Kosovën, veçanërisht në këtë periudhë është shumë kompleks. Dhe kjo njohje për shkak të raporteve tona edhe politike, por edhe miqësore, ka mundur të vijë edhe më herë. Problemi ka qenë angazhimi i madh i Serbisë në këtë pjesë të botës, veçanërisht në periudhën e samitit të vendeve të Unionit Afrikan, i cili u mori muajin e kaluar. Dhe ai angazhim praktikisht e ka prolonguar dhe ardhin deri në këtë pikë, deri në këtë moment. Megjithatë, komunikimi me institucionet e Kosovës në këtë drejtim ka ndodhur sot, por krerët e institucioneve të Kosovës e kanë komunikuar zotin Pacolli për ta uruar dhe falendëruar. Megjithatë, janë njohën meritat edhe kryeministri edhe presidentja në reagimet e tyre. Shiko, angazhimi i presidentit Pacolli për Kosovën nuk ka të bëjë me njohjen e meritave nga dikush. Unë mendoj që të gjithë ne, si qytetarët të Republikës Kosovës,